Kemi qenë unik të 20 deputet e LDK-s në vitin e kaluar, kemi qenë unik sa i përket qasjes, mënyrës se si me përballu atë krizë politike, sepse këto e kemi diskutu, edhe orim ka njëri për atyre që kom paralajmëru, edhe në LDK është kuptu me kohë që është një krizë e programuar, që ne kemi me kalu krejt, me vështërësi serioze që po, edhe ka qenë befasi, apo nuk ka qenë befasi, është diçka tjetër, po 28 dhjetori, o shtysi datë me ardhën aty më mojtë zedhet edhe u bo akt, u kry kjo punë. Nuk kem pas asë një dalim sa e përket, kër e përmena konceptin e pragmatizmit, bashkëpunimit ka të bëjë ma shumë me qasje, me mënyrën, se si përballë situatës vështirë gjindemi ne. Se si e menaxhojmë rolin ton me përballu një sfidë, një problem, një krizë politike, një situatë politike, sepse ne nuk kemi kriju për herë të parë, nuk ka kriju proces, mas zgjedhjeve të shkurtit kaluar. Nuk ka kriju. Ne kemi pranuar rezultatin edhe herën e kaluar me natën e zgjedhjeve zoti Abdi Xhiku, sigurisht tash ka dalë me qendrim politik, e ka marrë përgjegjësinë, e ka definuar rolin bilater, ka thonë ne jemi opozit, edhe ka mojt fjalën, edhe tash do ka thonë unë ka kushtuar e punë. Zoti Azira ka kushtuar e punë, sepse bazuar në analizat që janë bë, në analizat që janë bë, një nga faktorët ky që është as mish as peshk, as me LDK-n, as me PDK-n, e as me vetëvendosjen. Keni pas 2 letra, nuk jeni përgjigj, nuk jeni përgjigj pozitivisht, se ju keni përgjigj. Ju kanë qenë letër, i keni kthy letër. Ju kanë thënë në takim si keni shku. Nga ana tjetër PDK-ja thoi keve 19 vota, jo 20. Të marigones e dim. 19 ananin na e bojmë qeverinë, mos e bani gojë këtë punë. S'dojmë as kështu as ashtu. A ju ka kushtuar që kjo në rezultatet që thotë? Unë po besoj që ende zhurmë shumë jemi të mendu se e përket gjetjeve çka është kostoja e humbjes apo ramit saj vote në LDK. A ka të bëj me mënyrën se si jemi sjell ka shik kësaj krize ne, a ka të bëj ndoshta me një qartësi tjetër politike. Unë nuk jam i sigurt sonte me thonë këtë, sepse nëse fjalëmi që LDK, nëse folim që LDK ka mojt fjalën e vet, çka ka thonë para zgjedhjeve, ka mojt fjalën e vet. Nuk ka hy me thonë që ne po hymë në zgjedhje kur dalmi mandej të ecë të bo. Ka thonë ne po hymë zgjedhje, nëse na jepni mandat ne kemi bo institucione, nëse nuk na jepni mandat ne kemi nejtë në opozit. Po zotë Aziri që nuk është shumë e rëndësishme veç me mbajt fjalën. E rëndësishme është edhe me rrit partinë. Për gjitha... Ti mbajt fjalën për rrit e partinë, se mundesh me pas qëndrime jo të duhura, sepse ti e mban fjalën në qëndrim jo të duhur dhe më pas kjo të kushton elektoralisht. Se nuk është e domosdoshme veç me mbajt fjalën nëse ki pas qëndrim të gabum. A pajtohesh? Jo, këtu nuk pajtohem, këtu ka të bëj, ja mon fjalën, ja se mon fjalën. Zotri Aziri, unë më kemi pas... Vendimi gabum o qëtu me ndërprej unë emisionin. Edhe me mbajt fjalën me ndërprej emisionin. Po vendimi gabum. Është arbitrare që... Po arbitrare, në gjë, sepse nuk mundesh as mish as peshk. LDK-ja ka pas definimin e politikës vetë, ka shik kësaj situate me këtë përshkrim. Ne kena pas provoj bashkëpunime me vetëvendosin edhe si opozit, edhe si tendencë me ndërtu qeveri bashkë, edhe kemi ndërtu qeveri bashkë, s'kemi mujtë me funksionu. Provoja jone bashkëpunimit me PDK-n pashtu ka qenë evidente. Ka përfundu me mocion mosbesimi. Provoja jo në bashkëpunimin qeverise me VV-n ka përfundu me shkarkim të një anshëm, me veprim të një anshëm të kryeministrit në atë kohë. Këto provoja nuk t'japin drejt para votuzve qytetarëve mu sjell prap me situatë tjetër. Sepse aja që thuhet nëse një herë të mashtron nuk e kiti faje. I ka aj, po herën e dytë kërkusht ka faj. A me vetë me qëtë pacullin gjithë faj e taj. Dëgjo, problemi që LDK-ja e ka vlerësu edhe osjell ka shi një premtimi publik. Aja që unë e qujta politika mes hendekut politik edhe të bashkëpunimit pragmatizit politik, LDK-ja ndoshta këtu në sinjalin e vetë me votus dhe me qytetarët nuk ka arrit me spjegu deri në fund çka në kupton. Se për shembull, ne kemi votu bre ligjet, kemi ratifiku krejt ligjet ndërkombëtare që është dashur qeverisës kalume, gjitha.
Përveç një ligji për skemë sociale u lyp kredi dhe ato e ka kalu me PDK-n. Po kur nuk kemi dalë me thonë që na po bojmë diçka mirë në këtë raport se na nuk po sillnim me kokë forci edhe me një jotë fort për gjithë shka. Po, ky vit që është viti i humbon nuk ju ka, viti i humbon ju ka atribu edhe LDK-s fatkeqësisht. Me rezultat. Kemi morë pasoja, me apo pa drejt, për mu nësë më pyta është e pa drejt, po në perceptimi publik nuk do më thonë që është e vërteta, kur që Kosova s'ka ndru prap. Ky është perceptim publik, njerës kanë besu edhe kur beson në shka voton, po nuk do më thonë që është kjo e vërteta që del. Edhe mbi këtë vërteta është duhet mu sill na prap njëjtë, nuk duhet mu frigu. Prap Kosova në gjendin e njëjtë, prap me problemet njëjtë, prap situata